Kush ka kontrolluar më shumë drejtsinë, VMRO DPMN apo LSDM? Për këtë, të dy partitë kundërshtuese dolën me akuza të ndërsjella. Nga partia në pushtet VMRO DPMN thonë se presioni ndaj gjyqësorit ka pasur gjatë periudhës së qeverisjes së LSDM-s, domethënë kur Zaev ishte kryeministër, dhe sa i vendoste se kush do të përndiqej dhe kush do të ulej në bankën e të akuzuarit, dhe se urdhëronte për ndjekje politike ndaj njerëzve nga atëherë opozita VMRO DPMN. Судиите и обвинителите не се бираа по закон и интегритет, туку по послушност. Доколку ги следевте насоките на Зоран Заев, останувавте на функција. Доколку покажевте непослушност, веќе следниот ден бевте разрешени. Судските случаи се кроја по политичка мерка. Наместо правда, имавме политички пресметки, а наместо владење на право, имавме владење на страв. Членови на ВМРО DPMN беа предмет на политички прогон. Drejtësia dhe prokuroria po vendosen nën kontroll të drejtpërdrejt nga Mickovski, thon nga LSDM, nga kushtojnë se qeveria e ka shkarkuar kryeprokurorin e mëparshëm Lupço Kocevski për të emëruar një prokuror të tyre, që do të jetë nën kontrollin e tyre. Ata theksojnë gjithashtu se Mickovski publikisht e ka eliminuar Lençe Ristovskën, ndërsa nga prokuroria nuk ka asnjë reagim për mundësitë e keqpërdorimit të pushtetit. Nuk ka asnjë reagim për tenderet kriminal që i publikoi ekipi antikorrupsioni i LSDM-s. Ka ngaluar më shumë se 80 ditë nga paraqitja e parë e antikorrupsioni, mbi 80 ditë asgjë. Heshtje, nuk ka reagim as nga prokuroria dhe as nga policia financiare. Nuk ka përgjigje për 161 tender për firmën familjare të Tomovskit, për 51 tender për Piramida Building dhe për 74 tender për Lendi Group për 9 milion euro për një firmë me 2 punonjës. Dhe pikërisht drejtësia vazhdimisht është vënë në pah në raportin e Komisionit Evropian për progresin e vendit tonë, ku theksohet se nuk ka përparim në pavarësinë e gjyqësorit dhe se ndërhyrja jashtme dhe politike mbeten arsye për shqetësim serioz.